në prag të një majit hapi dyert e veta Pallati i ri i sportit. Shoku Adil Qarqani pret shiritin e veprës së re, i duarturkitur nga qindra sportistë e banorë të Shkodrës. Salla qendrore e pallatit. Këtu do zhvillohen ndeshjet e volejbollit e basketbollit, garat e gjimnastikës e ping-pongut, mundjes edhe ngritjes së peshave. Në për tribunat e lozhat ka vend për 2500 spektatorë. Afro 1,5 milion lekë u shpenzuan për këtë vepër të re. Në sallat anekse do stërviten gjimnastët, mundsat, ngritësit e peshave. Kushte të mira janë krijuar edhe për shlodhjen e tyre. I jadhe ndeshja e parë në Pallatin e ri. Në një luftë të vërtet sportive, skuadra shkodrane e basketbollit Vllaznia fitoi me rezultatin e shtrënguar 77-76 ndeshjen kundër 17 Dendorit të Tiranës.